Në një fshat të vogël malor, aty ku mjegulla e mëngjesit mbante erën e barit të njom dhe këngën e largët të korbit, jetonte një burr i quajtur Mark Kryeziu, i fortë, i heshtur dhe i thyer nga vitet e vështira. Marku ishte tipi i atij njeriu që mbarte dhimbjen pa e treguar, duke i ruajtur kujtimet si plag brenda vetes. Por plagën më të madhe e mbante sot. Lufta kishte mbërritur. Ushtria e armikut, e egër dhe e pamëshirshme, quhej Legjoni i Hirt, një forcë e huaj që po pushtonte tokat njëra pas tjetrës. Fshati i Markut ishte radha e nesërme. Në shtëpinë e tij të vogël prej guri jetonte me djalin, Adrin, një djalosh 16 vjeçar i ndershëm, i zgjuar, me syt plot dritë dhe ëndra. Ishte gjithçka që kishte Marku pas vdekjes së gruas së tij. Ai djalë ishte jeta vet. Mirë po atë natë, rojet e fshatit sollën lajmin që askush se priste. Legjoni është 3 orë larg, tha një burr i lodhur nga vrapi. Po marrin të rinjt për ushtri. Kush kundërshton ekzekutohet. Fshati shpërtheu në britma, vajtime, zhurma dhe Marku, ndonse burri i fortë, ndjeu trupin t'i dridhej. Ai e dinte se Adri nuk do të shpëtonte. Vendimi pa menduar, apo i vetmi mundur mes të natës, Marku shkoi te kasolla e vjetër ku rinte një njeri i quajtur Rufus, një tregtar i pist, një ndër ata burra që fitonin nga lufta duke bërë pazare me djaj. Dua ta shpëtoj djalin, i tha Marku me zë të dridhur. Kudo që të shkosh, ata do ta marrë. Përveç, Rufusi i hodhi një vështrim të gjatë e të ftohtë, pastaj vazhdoi. Një mënyrë ka, ta dorëzojmë vetë te legjoni, jo si rekrut, por si rob i bler për trupat e tyre ndihmëse. Ata robërit i çojnë në prapavi, jo në vijën e frontit. Rob. Marku nuk gjeti frym. Do t'i shpëtoj jetën, dhe unë di komandantin nëse paguan. Marku e dinte. Kjo ishte një tradhti sipas çdo morali. Të shisje djalin tënd si rob ishte e pajustifikueshme, por alternativa ishte vdekja e tij. Dhe Marku ishte baba. Ai shiti shtëpinë, bagëtin, tokën, gjithçka që kishte trashëguar nga të parët. Të nesërmen, me sytë mbushur me lot, i thot djalit: "Do të ikim nga fshati për pak ditë, bir." Adri, me naivitetin e moshës, i besoi. Çastit merit kur arritën në lëndinën e pyllit, ku legjoni kishte ngritur kampin. Adri e kuptoi se diçka nuk shkonte. Marku s'dinte si ta shpjegonte. Djali e pa teksa Rufusi fliste me një komandant të huaj, një burr me sy akulli, komandantin Ulrik. "Baba, çfarë po ndodh?" pyeti Adri. Marku u përkul, i mori duart. Po të shpëtoi jetën, por para se ta mbaronte fjalin, 2 ushtar erdhën dhe e kapën Adrin për dorë. Djali bërtiti, u përpoq të çlirohej. "Baba." "Mark, tani, bërtiti Rufusi. Përndryshe mbaron gjithçka." Marku qëndroi i ngrirë. Zemra e rrite sa mendonte se do t'i çajë gjoksi. Komandanti Ulrik i dha një letër. "Me këtë dokument, djali yt nuk futet në front. Do të bëj punë të lehta. Nëse aratisej, e vrasim. Nëse ne humbim, e vrasim. Nëse ti na tradhton, e vrasim." Marku mori letrën me duar që i dridheshin. Adri bërtiste pas tij. "Baba, pëse, ç'ke bër?" "Falme, bërë ishte vetmja gjë që ai mund të thoshte." Dhe kështu në heshtjen e ftohtë të pyllit, duke mos pasur fuqinë ta shikonte në sy, Marku e shiti djalin e tij për t'ia shpëtuar jetën, por çmimi ishte shpirti i tij. Kampi i Legjonit të Hirt gjëmonte netëve nga tingujt e zinxhirëve, britmave, urdhrave dhe zhurmës së armëve që stërviteshin pa pushim. Era mbante aromën e hekurit dhe baltës së përgjakur. Aty, mes qindra robërve, qëndronte Adri me sytë e skuqur nga lotët dhe trupi ende i mpir nga tronditja. Ai s'dinte çfarë dhimbte më shumë. Frika nga ushtarët e huaj, apo tradhtia e babait. Të parat ditë të robërisë Adri u caktua në një repart të quajtur Krahët e Dragoj, një njësi shërbimi që merri me bartin e furnizimeve, pastrimin e kampit, ndihmën në kuzhinë dhe detyra të vogla që nuk kërkonin armë. Ishte, në krahasim me të tjerët, vendi i sigurt, por siguri nuk kishte asgjë aty. Robërit flinin mbi kashte të lagur, ushqeheshin me supë të hollë dhe pak bukë. Ushtarët i trajtonin si kafsh. Çdo mëngjes, para se të linte dielli, një kamban e madhe i ngrinte të gjithë në këmbë. Adri, me mendjen ende të mpir, punonte mekanikisht. Nuk fliste me njeri. E vetmja gjë që i përsëritej në mendje ishte çasti kur babai e kishte dorëzuar. Shoqërohej nga një fjalë e vetme. Pse? Robi i ri fiton një aleat të papritur një djalosh i moshës së tij, një rob tjetër me emrin Lorian. Ju afrua një mëngjes ndërsa mbushnin thasët me sanë për kuajt e legjonit. "Ti je i ri këtu," i tha Loriani, një fytyrë e rrgjuar, por me sy të zgjuar. Adri nuk u përgjigj. "Mos fol nëse s'ke qejf," vazhdoi ai. "Por këtu nuk mbijeton dot vetëm." Disa ditë më vonë, Loriani filloi t'i tregonte rregullat e pashkruara të kampit. "Mos shiko askënd në sy. Mos i kthe përgjigje një ushtari.
Mos u afro te zjarri i tyre. Mos u qëfo, mos u anko. Bëj punën, ha që japin dhe besoje, një ditë do dalim që këtej. Adri me zi e dëgjoj, por Loriani nuk u largua. Ai e pa dhimbje në fytyrën e tij dhe njohu me njëherë. Po, e di, i tha. Edhe mua më ka shitur babai. Kjo fjali e ndali Adrin. E ktheu kokën ngadalë. Pse? Pyeti me zë që i dridhej, sepse baballarët nganjëherë bëjnë gjën më të zezë që të mos na vrasin më të zezën. Aty, me zbaltës e zinxhirëve, Adri ndjeu për herë të parë diçka që s'kishte ndjerë që nga çasti i tradhtisë. Dik që e kuptonte. Ndërkohë në fshat Marku ishte kthyer në fshatin e tij, por shtëpia e tij nuk ekzistonte më. E kishte shitur. Bagëtit nuk ishin më. Toka i përkiste dikujt tjetër. Ai flinte në strehimet e të varfërve, i fshehur nga turpi. Fshatarët e zunë shpejt fjala. E shiti djalin. Turp, kafsh, përbindesh. Askush nuk e dinte të vërtetën. Askush nuk e dinte marrveshjen, dokumentin, sakrificën. E shinin vetëm veprimin. Marku nuk reagonte. E pranonte gjithçka. Ai kishte thënë vetes, durim, mjafton të jetë gjallë. Një ditë do ta marr mbrapsh. Ai ruante dokumentin e komandantit si shpresën e vetme në botë. Por një natë, teksa vinte shi fort, vuri re se letra nuk ishte më në xhep. Dikush ja kishte vjedhur. Dhe atë natë, në errësirë, Marku e kuptoi se tani djali i tij nuk ishte thjesht rob, ishte i humbur. Pa atë dokument, ai nuk kishte asnjë mbrojtje. Mund ta dërgonin në front, në punë të rënda, ose ta vrisnin pa arsye. Dhe Marku u thye përfundimisht. Kalitja e djalit në fert e kampi, Adri filloi të ndryshonte. Filloi të ngurtësohej. Pa shumë brutalitete që nuk do t'i haronte kurrë. Një rob që nuk kishte fuqi të ngrinte një fuqi u rrah për vdekje. Një vajzë e re që tentoi të ikte, u kap dhe u zhduk në çadrën e oficerëve. Një burr i moshuar që la punën, u lidh pas një shtylle gjithë natën në shi. Adri nuk bëri asnjë fjalë. Ai mbante brenda zemrës një plagë të madhe, urrejtje ndaj babait të tij. Dhe ndërkohë që ditët kalonin, Adri filloi të bëhej më i heshtur, më i fortë, më i mpret, më i kujdesshëm. Ai nuk ishte më fëmia i pafajshëm që kishte qenë. Në sytë e tij kishte lindur një djalë i ri, një djalë që nuk besonte më të askush, as te gjaku i vet shansi i parë për liri i natë. Loriani afrohet fshehurazi. Nesër, ushtria largohet nga kampi për një operacion. Rojet do të jenë më të pakta. Mund të ikim. Adri e pa i hutuar, aratisje. Është e vetmja. Nëse ri, do të vdesim si qend. Dhe kështu në agim, të dy u fshehen pas togut të druve, duke pritur çastin. Por pa pritur asgjë, nga pas u dëgjua një zë i rënd. Çfarë po bëni? Ata u kthyen. Dy ushtar i kishin parë. Loriani ngriti duart. Adri u shtri për tokë. Zemra i rrihte sa do i shpërthente. Njëri nga ushtarët ngriti kamzhikun. Aratisje? Por përpara se të godiste, një figurë shqiponjës u shfaq. Ishte komandanti Ulrik. Ai vështroi me një qetësi të frikshme. Ky është djali i shituri, tha. Atyre mos u bëni gjë. Ushtarët u tërhoqën menjëherë. Ulrik ju afrua Adriut, u ul në nivelin e tij dhe tha: "Mos provo më kur të ikësh. Babai yt ka bërë një marrëveshje, dhe unë e mbaj marrëveshjen derisa të vendos ndryshe." Pastaj u largua. Por fjalët e komandantit mbollën një dyshim të ri në shpirtin e Adriut. A e bëri babai për të më shpëtuar apo për të më humbur? Dita kur legjoni i hirt u nis për ofensivën më të madhe të vitit, ishte dita që ndryshoi gjithçka për Adrin. Kampi u ngrit në këmbë para agimit. Zhurmat e armëve, troku i kuajve dhe britmat e komandantëve krijuan një rëmuj që çoi çdo rob në ankth. Por këtë herë ishte ndryshe. Ushtarët po kërkonin njerëz nga radhët e robërve për të plotësuar mungesat. Lajmi për hapi frikë. Po marrin robërit për trupat e frontit. Kush refuzon, e vrasin në vend. Adri u ngrin. Marrëveshja që mbronte, nuk ekzistonte më që nga nata kur babait ja vodhën dokumentin. Kthesa e fatit komandanti Ulrik kaloi para rreshtave të robërve, duke zgjedhur disa me dorë. Ky i ndaloi sytë te Adri. Adri u li kokën. S'donte të shihte askënd, s'donte të lutej. Ishte i gatshëm të vdiste se sa të dilte i dobët. Por Ulriku kaloi pranë tij pa thënë asgjë. I zgjodhi të tjerët. Njerëzit afër Adriut përshpëritën. Je me fat, komandanti po të ruan. Por Adri nuk ndjeu shpëtim. Ai ndjeu vetëm diçka tjetër. Urdhrin e heshtur të robërisë. Dhe një pyetje që i brejte shpirtin. Pse Ulrik më mbron? Çfarë ka bërë babai im me të? Roli i ri i Adriut pas ofensivës. Kampi kishte nevojë për punëtor më të aftë. Adri, me trupin që po forcohej nga puna e rëndë, u caktua në një njësi të veçantë, në shërbimin personal të komandantit Ulrik. Një përzierje nderi dhe kërcënimi. Ai duhej të pastronte armët e Ulrikut, të mbushte furnizimet, të sillte ujë,
të mbante shënime të thjeshta për lëvizjet e trupave dhe të rinte gjithmonë në urdhrin e tij të drejtpërdrejtë. Kjo i jepte pak më shumë ushqim dhe pak më shumë liri. Por Adri e urrente çdo sekond, sepse Ulriku nuk ishte thjesht komandant. Ishte njeriu që babai i tij kishte vënë mbi të. Ai që kishte fuqi për ta vrarë me një shenjë të dorës. Biseda e parë e vështirë një natë. Ulrik po pastronte shpatë. Adri po rinte në heshtje pranë, duke rregulluar pajisjet e tij. Befas, komandanti foli. Nuk të pëlqen të jesh këtu. Adri nuk foli. E kuptoj, vazhdoi Ulriku. Babai yt të tradhtoi. Aty Adri ngriti kokën, i etur, i tronditur. Ulriku qeshi lehtë. Po, unë e di. Pse e pranuat? Pyeti Adri për herë të parë. Komandanti u afrua, mbajti shpatën lart kundër dritës së zjarrit, sepse babai yt më erdhi me duar bosh dhe me një djalë që vlente shumë më tepër se çdo para. Pra më shit. Po, por jo si sklever të zakonshëm. Ai e pa drejt në sy. Ai kërkoi që ti të mos vdisje. Dhe unë mbaj fjalën kur më paguajnë. Adri e ndjeu zemrën t'i dridhej. Tani e kishte të qartë. Jeta e tij ishte blerë dhe shitur. Dhe vetmja gjë që mbante gjallë ishte fjala e një komandanti armik. Një sekret që ndryshon gjithçka një pasdite. Ndërsa mblidhte barelat e ujit, Adri dëgjoi dy oficer të flisnin. A e di që babai i atij djali është gjallë? Po kërkon kamp pas kampi. Do të na sjell telashe. Ulriku nuk e di akoma. Adri pak, babai po e kërkonte. Ai u ul, i tronditur deri në palc. Gjithë urrejtja e ndërtuar me kujdes, e mbajtur si një mburoj, u thye për një çast. Ai po vjen për mua, por frika ja vrau shpresën, sepse nëse Marku kapet nga legjoni i hirt, dënimi i tij ishte i sigurt. Lajmi zi 2 ditë më vonë. Një patrull kthehet në kamp duke sjell disa të zënë rob, me styre, i lidhur me zinxhir, i gjakosur, por i gjallë ishte Mark Kryeziu. Adri nuk mund të besonte syve. Gjaku ju ngriu. Ai u fsheh pas barakave, duke parë në heshtje ndërsa babain e tij e hodhën në tokë para çadrës së komandantit. Ulriku doli, i habitur. Ti Marku mbante syt drejt, i vendosur, megjithse mezi qëndronte në këmbë. Erdha për djalin tim. Ushtarët qeshën. Njerëzit e kampit u mblodhën për të parë spektaklin. Adri, i fshehur, donte të vraponte drejt tij, por frika e ngriti si statuj. Ulriku u afrua me hapa të ngadalt. Babai që shiti djali. Ç'më sjell tani? Marku u rrëzua në gjunjë. Unë dua t'i bindem çdo dënimi, vetëm mos e prek djalin tim. Adri ndjeu shpirtin t'i qahej. Komandanti qeshi. Çdo dënim, thua? U kthye nga ushtarët. Merreni. Nesër do ta gjykojmë publikisht. Dhe ata e tërhoqën Markun zvarr. Adri, i dridhur, u ul pranë murit të barakës. Loriani e gjeti aty. Çfarë ke? Babai im, frymoi Adri. E kapën. Nesër do ta vrasin. Loriani ngriti syt, i lemerisur. Vëlla, nesër është fundi i tij. Adri mbylli syt. Jo. Për herë të parë në muaj, syti i mbushën me lot. Për herë të parë që nga tradhtia zemra e tij nuk e urrente baban. Për herë të parë donte ta mbronte. Vendimi i pamundur mesnat, ndërsa kampi flinte dhe zjarret po fikeshin, Adri u ngrit, me duar që i dridheshin, me zemër që i rrite fort, me një vendim që mund ta vriste ai vendosi. Të shpëtoj baban e tij. Edhe nëse kjo do ta kthente në armik të legjonit të hirt, edhe nëse Ulriku do ta vriste, edhe nëse Aratisja do të ishte e pamundur, Adri nuk ishte më rob. Ishte djalë, ishte bir, dhe nesër ai do luftonte për gjakun e vet. Mbi kamp ra një heshtje e ftohtë në agimin e ditës së gjyqit. Qielli ishte i mbuluar nga re të zeza, sikur vetë natyra po paralajmëronte tragjedinë që po afronte. Robërit u rreshtuan me zor, ndërsa ushtarët formuan një korridor të gjatë që të çonte drejt qendrës së sheshit. Aty, i lidhur, i rahur dhe me duar të shpërfytyruara nga zinxhirët, qëndronte Mark Kryeziu, babai i Adriut. Komandanti Ulrik e kishte veshur uniformën më të rëndë, shpatën komandante në brez, dhe një buzëqeshje të ftohtë që slinte dyshim. Sot do të kishte gjak. Adri rinte pas turmës, i fshehur nën kapuçin e një manteli të vjetër pune. Zemra i rrihte fort, duart i ishin djersitur. Ishte hera e parë që po thoshte me vete: nuk do ta lë të vdes. Sot jo për mua. Gjykimi publikushtarët shtynin robërit të uleshin. Të gjithë duhej të shihnin drejtësinë. Ulrik ngriti dorën. Ky burr, tha ai me zë që jehonte, e shiti djalin e vet për pakar. E hodhi gjakun e tij në duart e armikut. Sot ai do të dënohet sipas ligjeve të legjonit. Turma gumzhiti. Disa ushtar qeshën. Robërit u drodhën. Marku ngriti kokën. Dhe në atë çast, sytë e tij kërkuan vetëm një njeri, Adri. Ai se pa në turm, dhe mendoi se djali i tij as nuk ishte gjallë. I mbylli sytë i dorëzuar.
Klani i çmendur Adri kishte vetëm një shans. Në natën që shkoi, ai kishte vjedhur një thik të vogël nga kuzhina. E kishte fshehur nën rrobat e punës. Nuk ishte armë mirë, ishte e shkurtër, e pist, e ndryshkur, por mjaftonte për të bërë gjën që duhej. Loriani po e ndiqte nga mbrapa. Adri, mos e bëj. Je i çmendur. Ai është babai im. Do të vdesim të dy. Atëherë do vdesim të dy. Loriani e kapi nga krahu. Adri e shtyu but, sytë e tij ishin të ndritshëm, gati të çanin plagët që kishte brenda. Çasti i shpërthimit Ulrik ngriti shpatën. Dënimi është vde, dhe në atë çast, duke thyer rreshtat, duke çar turmën, duke shtyr robër e ushtar, Adri doli në mes të sheshit. Ndal, bërtiti ai e gjithë turma u ngrir. Ushtarët u kthyen. Ulrik u shtang, i habitur si asnjëherë më parë. Marku hapi syt, i pavetëdijshëm nëse po ndëronte. Adri hoqi kapuçin. Unë jam djali. Jam ai që u shit. Dhe po them që babai im s'është tradhtar. U bë një heshtje e gjatë. Ulriku e pa gjatë, me një shprehje të ftohtë, shkelje e rregullit. Robi i flet pa leje. Nuk jam rob, tha Adri, dhe nxori thikën. Ushtarët me njëherë nxorën shpata. Mos, i tha Loriani nga pas. Adri, mendo. Por Adri nuk u tremb. Ai u drejtua Ulrikut. Ai nuk më shiti për arë. Ai më shiti për jetë. Të më shpëtonte. Ulriku qeshi lehtë. Dhe tani vjen të më tregosh mua ligjin. Djalosh, ti e gjallë vetëm prej meje. Jo, tha Adri me zë të dridhur, por të vendosur. Jam gjallë prej ti. Ai tregoi baban. Ai shkoi kundër çdo instinkti, kundër çdo zemre. Ai bëri gjën më të tmerrshme për të më shpëtuar. Ai s'duhet të vdes. Babai i tij nisi të qante. Duelli i pamundur Ulrik ngriti shpatën lart. Merreni. Dy ushtar u sulën drejt Adriut. Dhe në atë çast, Adri bëri diçka që askush nuk e priste. Ju hodh drejt Ulrikut, i shpejt, i dëshpëruar, i çmendur. Thika e tij e vogël përplasoi mbi mbrojtësen e shpatës së komandantit, duke shkrepur shkëndia. Ulrik, i habitur nga guximi, u zmbraps një hap, robërit britën. Ushtarët u hodhën. Turma shpërtheu, kaos. Adri goditi me gjithçka që kishte, por Ulrik ishte mjeshtër. Ai e shmangu goditjen e djalit, e kapi nga krahu dhe e goditi me grush në fytyrë. Adri u rrëzua në tokë. Ushtarët u afruan për ta shpuar, por Marku, i lidhur, i coptuar, i pafuqishëm, bërtiti. Ulrik, mere jetën time. Mos e prek djalin tim. Unë e bëra marrveshjen. Jo ai. Mere mua. Ulriku ngriti dorën për t'i ndalur ushtarët, e pa Adrin në tokë, e pa Markun që qante. Dhe për një moment, për herë të parë, në fytyrën e tij nuk kishte arrogancë, por një grim respekti të heshtur. Lëvizja e fundit, djali yt lufton si njeri i lirë, tha Ulrik. Sepse është i lirë, përshpëriti Marku. Komandanti heshti. Pastaj dha urdhën që askush në kamp nuk e priste. Lidhet e burrit. Çlironi të dy. Marrveshja përfundon këtu. Ushtarët ngritën zhurmë të hutuar. Komandant, pyeti njëri. Bëjeni, tha Ulrik me ton që nuk lejonte diskutim. Dhe kështu, para syve të qindra njerëzve, zinxhirët e Markut u pren. Adri u ngrit ngadalë, duke mbajtur shpinën, fytyrën e gjakosur, por sytë e tij nuk kishin qenë kurrë më të gjallë. Ai vrapoi drejt babait, babë e biru përqafuan, duke qartë të dy, në mes të kampit që kishin menduar se do tua merrte jetë. Përqafimi i tyre ishte i gjatë, i thellë, i mbushur me çdo faj, dhimbje dhe falje që s'kishin ditur ta thonin me fjalë. Më fal, përshpëriti Marku. Jo faleminderit, i tha Adri. Largimi Ulriku u kthye nga ta, largohuni. Nëse ushtria ime ju gjem pas kufirit, do ua marr jetën. Por sot jeni të lirë. Marku dhe Adri u nisën në këmbë, duke kaluar rrugicën e ngushtë mes robërve dhe ushtarëve që shikonin të shtangur. Loriani ju afrua Adriut, e preku në shpatull. Mos më haro. Kur, i tha Adri, do të vi për ty. Dhe dy burrat, baba e bir, ecën drejt pyjeve, drejt liris, fund. Gjak që nuk shitet kur dolën në një kodër të largët, dhe kampi nuk dukej më. Marku ul në tokë, i lodhur, i raskapitur. Adri ul pranë tij. Baba, pse e bëre? Marku e pa në sy, me një dhimbje që mund ta mbante vetëm një baba. Sepse vetmja mënyrë për të të shpëtuar, ishte të hiqesha sikur po të tradhtoja. Mua më dhembi, edhe mua, i tha Marku, por dhimbja ime nuk rëndon më shumë se jeta jote. Adri vuri dorën në dorën e tij. Nuk më humbe. Sot më gjete. Dhe për herë të parë pas muajsh, dielli doli nga ret, dy silueta, babë e bir. Vazhduan të ecin drejt horizontit, të lirë, të gjallë, bashk, sepse gjaku nuk shitet. Kur